Peshqitësi i vllaznisë, Antonino Mullizi, po përgatitet për një pjesëmarrje me të vërtetë shumë të rëndësishme që do të zhvillohet në Peru kampionati botëror për trit. Së bashku me trajnerin Artur Laxha kanë objektiva mallor. Mullizi, pak që më herët trajneri juaj Artur Laxha foli me optimizëm për një pjesëmarrje të suksesshme dhe madje deklaroi do të jemi në zonën e medaljeve. Si e shikoni veten, do ta nderoni profesorin, vllaznin dhe Shqipërinë? Unë jam shumë në formë, edhe duhet të nderoj profesorin edhe presidentin për mbështetjen që na bë profesorin që mban së për ditë edhe ashka meje. Shpresoj të dal i tretë në botë, nëse ne të dalë. Ne ndoqëm disa përgatitje tuaja, disa ngritje, disa testimet që sipas teknikut të Laxha janë pikërisht ato kilogram që mund t'ju japin medaljen në botëror. Ju ka shërbyer më së miri kjo fazë përgatitore? Po. Dhe sipas shifrave, ku shikoni veten me çfarë në shkputje, shtytje të garës? Unë shikoj veten në shtytje më shumë, për me dalë me marrë një vend, edhe 2 garësh. Në cilin peshë do të konkurrojë Mullizi? Në peshën ose 67 ose 73. Ndërkohë, duke folur në përgjithësi për karrierën tuaj sportive, ju jeni vetëm 18 vjeç dhe po rriteni në palestrën e vllaznisë, në përkujdesjen e trajnerit Artur Laxha. Një bashkëpunim i mirëfillt, duket se keni gjetur njëri tjetrin. Po. Një pasion maksimal, qoftë i profesorit, por edhe për ju, profesori flet me shumë superlativa, jeni shumë korrekt dhe shumë i përkushtuar. Ky bashkëpunim deri ku do të vazhdojë dhe çfarë do të sjellë Shqipërisë në vazhdimsi? Unë shpresoj se të sjellë shumë medalje në Shqipëri, edhe në botëror në Europian, bashkë me profesorin. Do të falenderoj edhe profesor Asimi që vjen na shikon së vidje bashkë me profesorin. E keni fjalën për Asim Belinovën? Po. Çfarë mendoni që i keni marrë mjeshtet mall Asim Belinova në stilin tuaj të peshqitjes? Shtytje. Po. Dhe janë ditët e fundit të nisjes drejt Perus, patyshim edhe optimizmi është maksimal, i karikuar në formën më të mirë apo jo? Po, në formën më të mirë. Saktësisht, sa medalje dhe ku do të jenë më tepër me të spikator, thatë në shtytje me sa. Në shtytje, po. Shtytje do të jetë medalja pothuajse e garantuar? Po. Mund të shkojë diçka më lart apo jo? Nëse gara vjen e mirë? Varet se si shkon gara, sa në tjerë. Sepse profesori theksoi që janë të garantuara medaljet në botëror, por menjëherë vjen edhe kampionati evropian. Janë gara të njëpasnjeshme, pra ju pret një punë shumë e gjatë dhe një përkushtim që shpresojmë t'i realizojnë me sukses. Faleminderit. Suksese, Antonino. Shumë faleminderit.